Data 6 shkurt ka shënuar disa ngjarje të rëndësishme në histori. Në vitin 1819, Sir Thomas Stamford themeloi qytetin e Singaporit, duke shndruar atë në një nyje të rëndësishme tregtare për Britaninë. Ndërkohë në anën tjetër të botës, në vitin 1840, u nënshkrua Traktati i Vatikanit mes përfaqësuesve britanik dhe shefave maori, duke formuar bazën ligjore të Zelandës së Re moderne. Në historinë amerikane, data 6 shkurt 1933 shënoi hyrjen në fuqi të amendamentit të 20 të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili ndryshoi datën e inaugurimit presidencial duke vendosur atë në 20 janar. Ndërkohë në Britaninë e Madhe, në vitin 1952, një epokë e re filloi me ngjitjen në front të mbretëresë Elizabeth II, pas vdekjes së babait të saj, mbreti George VI. Koha e zënë përpara dhe në vitin 2018, raketa Falcon Heavy e kompanisë SpaceX bëri histori me një nisje spektakolare. Misioni u bë dhe më i veçantë kur një Tesla Roadster u dërgua në hapësirë duke simbolizuar fuqinë e inovacionit dhe ëndrave të mëdha. 46 para erës sonë, Julius Caesar mundi ushtrinë e kombinuar të pasurve të Pompeut dhe Numidantëve në udhëheqjen të Metellus Scipio dhe Juba në Thapsus. 1817, Argentina si San Martin kaloi me një ushtri andet për të çliruar kilin nga sundimi spanjoll. 1819, Thomas Stamford Raffles themeloi Singaporin. 1994, masakra në Sarajev, tregu në Markale ku u vran 68 dhe u plagosën 142 qytetarë të Sarajevës. Granata është lancuar nga pozicionet e ushtrisë serbe në Markoviq. 1958, 8 lojtarë të klubit futbollistik anglez Manchester United vdiqën në aksidentin ajror në Munich. 1998, Washington National Airport u riemërua Ronald Reagan National Airport. 1998, në Kostarik, prefekti Claudio Erignac u vra në Ajaccio nga Ayan Colonna. 1999, filloi konferenca paqësore për Kosovën në kështjellën në Rambujës në Paris. 2009, Ishuj Maldive e ka njohur shtetin e pavarur dhe sovran të Kosovës. Në këtë ditë, shumë figura të rëndësishme pan dritën e diellit. Në vitin 1665 lindi mbretëresha Anne, e cila do të bëhej monarke e parë e Mbretërisë së Bashkuar. Më vonë në vitin 1895 në Amerikë erdhi në jetë Babe Ruth, një nga bejsbollistët më legjendar të gjithë kohërave. Shekulli 20 solli me vete lider dhe artistë të mëdhenj. Në vitin 1911 lindi Ronald Reagan, i cili nga një aktor i famshëm u shndrua në presidentin e 40 të SBA-s. Po kështu në vitin 1945 në Jamajkë u lind Bob Marley, një ikonë e muzikës dhe një mesazh i paqes e lirisë për botën. Në vitin 1966, bota priti në skenë Rick Astley, i cili më vonë do të krijonte hitin e pavdekshëm Never Gonna Give You Up. Lindje 1911, lindi Ronald Reagan, presidenti 40 i SBA-ve. 1912, lindi Eva Braun, gruaja e Adolf Hitler. 1926, lindi Liza Laska, aktore shqiptare. 1945, lindi Bob Marley, këngëtar nga Jamajka. 1957, lindi Simon Phillips, baterist. Por historia ka dhe momentet e saj të trishta. Në vitin 1685, shua James i dytë i Anglisë, mbreti i fundit katolik i vendit. Shekuj më vonë në vitin 1952, bota humbi mbretin George VI, duke hapur rrugën epokës së gjatë të vajzës së tij, Elizabeth II. Sporti dhe kultura gjithashtu postuan humbje të mëdha. Në vitin 1993 u nda nga jeta Arthur Ashe, tenisti i parë me ngjyrë që fitoi Grand Slam dhe një zë i fuqishëm për të drejtat civile. Muzika humbi një talent të madh në vitin 2011 kur Gary Moore, kitaristi i njohur i rockut, bëri syt përgjithmonë.
Së fundmi, në vitin 2021 u largua nga kjo botë George Shultz, ish sekretari i shtetit të SBA-s, një figurë kyçe në diplomacinë botërore. Vdekje. 1952. Vdiq George VI, ish mbreti Britanisë së Madhe. 2007. Vdiq Kadri Roshi, aktor shqiptar. 2014. Vdiq Vaçe Zela, diva e muzikës shqiptare. Tani ju ftë të ndiqni rubrikën Ne dhe shëndeti. Stikat e pishës janë burime të mëdha të proteinave me bazë bimore, të hekurit, magnezit, vitaminës E, vitaminës B, kalciumit dhe fosforit. Falë gjithë këtyre ushqyesve që promovojnë shëndetin, ato mund të kenë efekte pozitive në trupin tuaj. Ato përmirësojnë shëndetin e trurit. Stikat e pishës kanë antioksidantë të cilët ndihmojnë në uljen e niveleve të stresit qelizor në tru dhe zvoglojnë inflamacionin. Gjithashtu studiuesit mendojnë se ato janë të lidhura me një rrezik të zvogluar të demencës dhe rënjës së aftësive njohëse. Sasia e madhe e acideve yndyrore të tilla si omega-3 mund të ndihmojë duke ulur inflamacionin në tru. Të mbushura me minerale dhe yndyrna të shëndetshme, këto fara të vogla kanë një potencial për shëndetin e zemrës. Ashtu si shumë aror të tjerë, stikat e pishës kanë treguar se rregullojnë nivelet e kolesterolit, e madje rrisin nivelet e kolesterolit të mirë, si dhe parandalojnë ndërtimin e pllakave në enët e gjakut. Ato mund të ndihmojnë në menaxhimin e sheqerit në gjak. Yndyrna dhe mineralet e shëndetshme si magnezi mund të ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të sheqerit në gjak. Yndyra e pagopur mund të ndihmojnë në kontrollimin e sheqerit në gjak. Gjithashtu, magnezi ndihmon trupin të përgjigjet më mirë insulinës, e cila mund të përmirësojë kontrollin e sheqerit dhe të zvoglojë rrezikun e diabetit. Fibrat dhe proteinat bimore që ato përmbajnë ndihmojnë në zvoglimin e rrezikut të diabetit. Ato mund të përmirësojnë lëkurën, pasi përmbajnë vitaminë E, e cila përmirëson shëndetin e flokëve dhe lëkurës. Janë një burim i shkëlqyeshëm i antioksidantëve. Stikat janë të pasura me antioksidantë që mbrojnë trupin ton nga stresi oksidativ që mund të çojnë në sëmundje të ndryshme të zemrës ose kancerit. Stikat përmbajnë sasi të mëdha karotenoide që zvoglojnë rrezikun e degenerimit makular, një sëmundje që mund të çojë në verbëri tek të moshuarit. Stikat e pishës janë shumë të rëndësishme për shëndetin e syve. Ato përmbajnë lutein që ndihmon syt në filtrimin e rrezeve ultraviolet dhe parandalon dëmtimet e retinës dhe shikimit në përgjithësi. Stikat e pishës janë energji pasi janë të pasura me proteina, të cilat organizmi ynë i përdor për të rregulluar indet e dëmtuara. Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për arkitektin e diplomacisë amerikane, George Shultz. Më 13 dhjetor 1920 në New York erdhi në jetë George Pratt Shultz, një njeri që do të lindte një gjurmë të pashlyeshme në politikën dhe diplomacinë amerikane. I rritur një familje që i dha vlerën e edukimit dhe punës së palodhur, ai ndoqi studimet në Universitetin e Princetonit, ku diplomua në ekonomi. Pas kësaj e thirrri detyra, gjatë luftës së dytë botërore ai shërbeu në marinën amerikane, duke ftuar disiplinë dhe provoi që të hynte në punë më vonë në karrierën e tij. Pas luftës Shultz u përkushtua studimeve të mëtejshme dhe përfundoi doktoraturën në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts, ku më vonë do të bëhej dhe profesor. Fusha e tij ekspertizës ishte ekonomia dhe menaxhimi, por ambicia e tij shkonte për te auditorëve akademik. Në vitet 1960, Shultz hyri në qeverinë amerikane si sekretar i punës gjatë administratës së presidentit Richard Nixon. Menaxhimi i krizave ekonomike dhe çështjeve të punës e vendosi atë në qendër të vëmendjes dhe më vonë ai mori postin e drejtorit të zyrës së menaxhimit dhe buxhetit, ku ndihmoi në hartimin e politikave ekonomike kombëtare. Në vitin 1972 ai u bë sekretar i thesarit të SBA-s, një post kyç gjatë një periudhe të vështirë ekonomike, ku Amerika përballej me inflacion dhe ndryshime të mëdha
mëdha në sistemin monetar ndërkombëtar. Gjatë kësaj kohe ai luajti një rol kyç në largimin e SBA-s nga standardi i arit, duke reformuar ekonominë globale. Pas një periudhe në sektorin privat, Schulz u rikthye në politikë në vitin 1982, kur presidenti Ronald Reagan e emëroi sekretar të shtetit. Ishte koha e luftës së ftohtë dhe marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik ishte të tensionuara si kurrë më parë. Schulz u bë një nga arkitektët kryesorë të përmirësimit të marrëdhënieve me Moskën. Ai zhvilloi negociata dhe ndihmoi në arritjen e traktatit të forcave bërthamore në vitin 1987, i cili reduktoi ndjeshëm numrin e armëve bërthamore në Europë. Pas largimit nga politika aktive në fund të viteve 1980, Schulz nuk pushoi së kontribuari në çështje të rëndësishme. Ai vazhdoi të ishte një zë i fuqishëm në politikat e energjisë, ndryshimeve klimatike dhe sigurisë ndërkombëtare. Më 6 shkurt 2021, George Schulz dërroi jetë në moshën 100 vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi të pasur si një nga diplomatët më të rëndësishëm të shekullit 20. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ka lindur më 5 shkurt 1985. Është një futbollist profesionist portugez i cili luan si sulmues për klubin anglez Manchester United dhe kombëtaren portugeze, ku është edhe kapiten, i konsideruar shpesh si lojtari më i mirë i botës dhe një nga më të mirët e të gjitha kohërave. Ronaldo ka fituar topin e artë 5 herë, duke qenë lojtari europian me më shumë trofe, si dhe i pari që ka fituar 4 këpuca të arta europiane. Ai ka fituar 27 trofe në karrierën e tij, përfshirë 5 kampionate, 5 Liga Kampionësh, si dhe një edicion të UEFA Kampionat Europian. Ronaldo mban rekordin si lojtari me më shumë gola të shënuar në 5 ligat kryesore të Europës, në Ligën e Kampionateve, në UEFA Kampionatin Europian, si dhe është rekordmen për numrin e asisteve në Ligën e Kampioneve dhe UEFA Kampionatin Europian. Ai ka shënuar më shumë se 690 gola me klube dhe kombëtare. Ronaldo u lind dhe u rrit në ishullin portugez të Madeiras, kurse në moshën 15 vjeç u diagnostikua me një sëmundje në zemër, rrajet e së cilës ishin më të shpeshta se normalja. Ai u operua për të shëruar nga sëmundja dhe nisi karrierën e tij futbollistike me Sporting CP, para se të firmoste në Angli me Manchester United në vitin 2003. Në moshën 18 vjeç, pasi fitoi turneun e parë, Kupën FA, gjatë sezonit të tij të parë në Angli, ai ndihmoi United të fitonte 3 tituj të Premier Ligës, një trofe të Ligës të Kampionëve, si dhe FIFA Kupën e Botës për klube. Në moshën 22 vjeç, ai ishte nominuar për çmimin Topi i Artë dhe FIFA Lojtari Botëror i Vitit, kurse në moshën 23 vjeç i fitoi të dyja. Në vitin 2009, ai firmosi me klubin spanjoll Real Madrid për 94 milion euro, duke u bërë në atë kohë transferimi më i shtrenjtë i të gjitha kohërave. Ronaldo fitoi 15 trofe me Real Madridin, përfshirë 2 tituj të La Ligas, 2 kupa të mbretit, 4 Liga Kampionësh, 2 Superkupa Europiane dhe 3 kupa bote për klube. Ai u bë edhe golashënuesi më i mirë i historisë së klubit, duke shënuar plot 34 hat-trick në La Liga, një rekord, përfshirë 8 në sezonin 2014-2015. Si dhe u bë lojtari i vetëm që ka shënuar 30 ose më shumë gola në 6 sezone rresht në La Liga. Pasi ju bashkua Madridit, Ronaldo u renditi dyti në garën për topin e artë 3 herë, në të treja rastet mbrapa Lionel Messit, rivalit të tij. Para se të fitonte këtë çmim 2 herë rresht në vitin 2013 dhe 2014, pasi fitoi Ligën e Kampioneve në vitin 2016 dhe 2017, Ronaldo siguroi edhe 2 topa të artë rresht, pasi fitoi një tjetër Ligë Kampionësh, këtë herë për të tretin vit rresht. Ronaldo u bë lojtari i vetëm e fitoi këtë trofe 5 herë. Në vitin 2018, ai u transferua te Juventus për një shifër fillestare 100 milion euro. Kjo shifër ishte më e larta që një klub italian kishte paguar për një lojtar mbi 30 vjeç, një lojtar i kombëtares portugeze. Ronaldo u shpall lojtari më i mirë portugez i të gjitha kohërave nga Federata Portugeze e Futbollit në vitin 2015. Ai debutoi për ekipin e të rriturve në vitin 2003 në moshën 18 vjeç dhe që nga ajo kohë ka zhvilluar mbi 150 paraqitje. Ai ka luajtur dhe ka shënuar në 8 turnamente madhore,
duke qenë gjithashtu lojtari me më shumë gola dhe ndeshje i Portugalisë. Ronaldo shënoi golin e parë me kombëtare në UEFA Euro 2004, ku ai ndihmoi Portugalin të arrinte në finale. Ai u bë kapiten në korrik 2008, duke udhëhequr ekipin në rezultatin e tyre më madhor në histori, fitimin e UEFA Euro 2016, ku ai mori edhe këpucën e argjend si goleshënuesi i dytë më i mirë i turnamentit. Pas kësaj, ai u bë lojtari evropian me më shumë gola ndërkombëtar në histori. Ai është një nga atletët më të reklamuar të botës, duke u renditur si më i pasuri në vitet 2016 dhe 2017 nga Forbes, si dhe u shpall atleti më i famshëm nga ESPN në vitet 2016, 2017 dhe 2018. Do të vijmë me rubrikën kuriozitete ku sot do të flasim për flamingot dhe sekretin e ngjyrës së tyre. Kur shohim një flamingo, gjëja e parë që na bie në sy është ngjyra e tij rozë e ndezur, por ai dini se këta zogjë nuk lindin me këtë pamje. Në fakt, flamingot e porsalindura janë plotësisht gri apo të bardhë dhe vetëm me kalimin e kohës ata fitojnë nuancën e tyre karakteristike. Por si ndodh ky transformim? Sekreti fshihet tek ushqimi i tyre. Flamingot ushqehen kryesisht me alga dhe karkaleca të vegjël, të cilat përbëjnë pigmente të quajtur karotenoide, të njëjtë pigmente që u japi karrotave ngjyrën portokalli dhe tomateve ato të kuqe. Trupi i flamingove i thith këto pigmente dhe me kalimin e kohës, puplat e tyre fillojnë të marrin një ngjyrë rozë ose portokalli. Në fakt, nëse një flamingo nuk do të merrte mjaftueshëm karotenoide në dietën e tij, ai do të fillonte të zbehej dhe të bëhej më i bardhë. Kjo ndodh shpesh me flamingot që mbahen në kopshte zoologjike, prandaj kujdestarët u japin një dietë të pasur me ushqime që përmbajnë këto pigmente për të ruajtur ngjyrën e tyre karakteristike. Pra, flamingot nuk janë rozë që në lindje, por e fitojnë ngjyrën fal dietës së tyre unike. Claude Jean-Pierre Erignac, 15 dhjetor 1937, 6 shkurt 1998, ishte një prefekt francez në ishullin e Korsikës. Erignac ka lindur në Medne, Lozère. Gjatë karrierës së tij politike, ai kishte qenë prefekt i disa departamenteve jashtë shtetit që nga viti 1967. Në vitin 1996, ai shkoi në Ajaccio të Korsikës për të marrë detyrën si prefekt i Georges de Sud. Ai u vra në orën 21:15 me 6 shkurt 1998 në Ajaccio, duke shkuar për në një koncert të muzikës klasike nga 2 persona të armatosur, të cilët e qelluan 3 herë me një pistolet Beretta 9 mm. Arma ishte vjedhur me 6 shtator 1997, kur antarët e Frontit Nacional Çirimtar të Korsikës Tani ju të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 6 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot të vrenjtur dhe reshje shiu në të gjithë vendin. Paraditja do të karakterizohet nga reshje shiu her pas here të dendura kryesisht në zonat veriore dhe qendrore, ndërsa pasditja vijon me reshje shiu në të gjithë territorin pa përjashtim. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës nuk priten intervale me diell për shkak të vranësirave të dendura. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 6 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:40 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:10 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 14 gradë Celsius.
Kukës 6 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi 5 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë 9 deri në 13 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj 8 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan 8 deri në 11 gradë Celsius. Berat 8 deri në 14 gradë Celsius. Korç 2 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë 11 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër 6 deri në 13 gradë Celsius. Sarand 9 deri në 15 gradë Celsius. Tani u të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 6 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e vranësirave dhe rreshjeve të shpeshta të shiut. Paraditja do të jetë me rreshje shiu në shumicën e qyteteve, ndërsa pasditja vijon me rreshje shiu të her pas hershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 9 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 6 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:37 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:02 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 3 deri në 7 gradë Celsius. Podujev 1 deri në 7 gradë Celsius. Skënderaj 3 deri në 8 gradë Celsius. Pej 4 deri në 7 gradë Celsius. Prishtinë 3 deri në 8 gradë Celsius. Gjakov 5 deri në 9 gradë Celsius. Malishev 4 deri në 7 gradë Celsius. Gjilan 1 deri në 8 gradë Celsius. Ferizaj 2 deri në 7 gradë Celsius. Kaçanik 3 deri në 6 gradë Celsius. Suhare 4 deri në 8 gradë Celsius. Prizren 2 deri në 8 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishemi sërish nesër në potin jotë në orë. Deri atëherë, miru takofshim.